E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua të Ronalilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndarë pak minutazh dhe për të folur mbi Edin edhe Dolçen. Edi dhe Dolçe, dashuria shumë e komentuar, dashuria shumë e përfolur, u tha që Dolçe do të rikthehej të premten në Kosovë, në Big Brother VIP Kosova. Por si që duket, interesin e madh që ka fituar Grande Fratello nga hyrja e Dolçes, lojën që Dolçe ka përzgjedhur atje ta luan me shumë entuziazëm, me shumë dashuri, në fakt më shumë entuziazëm se sa në Big Brother VIP Kosovën, e ka bërë që rritja e shikueshmërisë nga 200.000 në 1.4 milion çdo video e Dolçes të detyron produksionin që të mbaj Dolçen brenda, edhe pse ky reality show është drejt fundit. Por, a e ndjen të njëjtën gjë dhe a dëshiron që Edi të jetë larg Dolçes? Dolçe i tha Edi të dua, do me thënë takimin e tyre të fundit në mënyrë virtuale, ne kuptuam që në atë mes ka dashuri, ne kuptuam që në atë mes ka emocion, ne kuptuam që në atë mes ka vërtetësi. Dhe Dolçe dhe Edi kanë krijuar diçka të bukur. Por Dolçe siç duket e ka një mision të gjatë të cilin duhet ta ndjekën deri në momentin që do të kthen. Mendoj që gjërat pak janë çrregulluar në këtë situatë sepse vetë Laudini ka thënë që Dolçe do të futet të hënë në Big Brother apo në Grande Fratello dhe del të premten, do të jetë vetëm një javë atje, ndërsa Dolçe vazhdon akoma të jetë pjesë e Grande Fratello. Do të thënë ka shansa që mund të rrijë edhe deri në natën e madhe apo një javë para finales mund ta nxjerrë nga shtëpia sepse vërtet ka krijuar një dinamik shumë të madhe dhe Grande Fratello ka arritur një shikueshmëri shumë të bukur. Unë mendoj që Edi po përdoret në këtë mes, po përdoret shumë nga produksioni, por Edi e tregoi të vërtetën. Edi e dashuron Dolçen dhe unë jam i bindur që ky çifti, Edi dhe Dolçe, do vazhdojnë rrugtimin e tyre derisa do të jenë brenda asaj shtëpie. Mendoj që me rikthimin e Dolçes, Dolçe do ketë fatin që të shikon memet të cilat janë bërë në TikTok për Edin dhe për të, do me thonë do e shijon të gjithë momentin, do kënaqet para të gjithë shqiptarëve kur do shikon se sa shumë e do Edi, sa shumë Edi lufton për të, sa shumë Edi dëshiron që ta ketë afër Dolçen dhe mendoj që nga ana e Edit është një dashuri e vërtetë dhe shumë e sinqertë. Flas nga ana e Edit. Por besoj që edhe nga ana e Dolçes do të jetë një rrugtim pothuajse i njëjtë edhe shumë i vërtetë. Dhe për këtë gjë pres mendimin tuaj të marr si e shikoni ju dashurinë. Unë në fakt në fillim isha konfuz, isha në mëdyshje nëse është dashuri e sinqertë apo jo, nëse është dashuri e vërtetë apo jo, isha krejtësisht në mëdyshje, por rrugtimi i tyre tregon vërtet një sinqeritet dhe mënyra se si Dolçe foli është e vërtetë dhe e sinqertë. Por vazhdimësimi i qëndrimit të Dolçes në Grande Fratello mendoj që është një rrugtim i cili ka lëvizje dhe është një rrugtim i cili ndoshta do të zjatën edhe më shumë sepse është në interes shikueshmëria që Dolçe fatmirësisht ka arritur në Grande Fratello. Dua të marr mendimin tuaj për këtë lidhje dashurie.